Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga unë Andika Bgjiu, mirë se vini në transmetim të drejt për drejt në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesën e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Do të qëndrojmë që nga ky moment edhe deri në orën 9, si çdo ditë me programin e mëngjesit, me rubrikat e përditshme, patjetër titujt kryesor të gazetave në gjitha të përditshme që ne kanë mbritur në redaksi, por edhe mediat online. Do të rikthehemi pas në kohën fakt duke parë dhe pasqyrën e shtypit si sot 31 vite më parë. Do të komunikojmë për temën e ditës nëpërmjet bisedave në studio, nëpërmjet telefonatave, por edhe bisedave me zë dhe me figurë për çështjet e aktualitetit edhe fatkeqësisht disa ngjarje kriminale, vrasje, le të themi edhe për hiç gjë që janë regjistruar gjatë ditës djeshme, për hiç gjë absolutisht, sepse gjitha në një farë mënyre arsyet dinamikat e ngjarjeve që janë regjistruar nuk çojnë atë që ti marrësh jetën një tjetër personi. Dhe po ashtu do të kemi mundësi që të njihemi me parashikimin e motit, parashikimin e yjeve, pra horoskopin ditor, dhe në hapësirën e ftuar do të zhvilloj një bisedë në fakt me drejtuesen e turizmit në Bashkinë e Pogradesit në lidhje me Linin, që me vërtet është një fshat i vogël Buzliqenit Ohrit, por me një histori shumë të madhe të jashtëzakonshme dhe së fundmi është shpallur apo ka marrë statusin e ansamblit arkitektonik urban. Çfarë ndryshon tashmë? Spari dhe përpara se nisim pasqyrën e shtypit, edhe një herë jemi sot. Dita e mërkurë do ta shënon 29 tetor për vitin 2025, gjithë ju uroj një ditë të mbarë. Shohim së bashku çfarë pritet ndodh sot. Gjatë ditës sotme, duke nisur nga ora 10, do të jetë dita e dytë e takimit të 20 Komitetit Parlamentar të Stabilizimit Asociimit mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Dita e djeshme është zhvilluar, pra dita e djeshme ka qenë dita e parë e këtij takimi të rëndësishëm dhe bashkëkryesuar nga Tauland Balla, i Partisë Socialiste dhe Marko Tarquinio. Në rend ditës sot diskutohet progresi, sfidat për shtetin e së drejtës, lufta kundër korrupsionit dhe krimit, respektimi të drejtave të njerëzit, të minoriteteve dhe lirisë së medias. Ndërsa eurodeputetët në takimin e ditës djeshme që përkonte me ditën e parë kanë vlerësuar procesin e integrimit të Shqipërisë. Sot duke nisur nga ora 9, prezenca e OSBE-s në Shqipëri organizon forumin e 11 të zhvillimit të medias, që këtë vit fokusohet tek pavarësia e medias publike dhe pronësia mediatike në vend. Në forum do të marrin pjesë gazetar, përfaqësues institucionesh, ekspert ligjor, profesionistë të medias për diskutuar mbi sfidat dhe prioritetet për përmirësimin e peizazhit mediatik në Shqipëri. Vjojmë njerë me pasqyrën e shtypit, me gazetën Panorama dhe me zhvillimin kryesor e kemi në këto momente, pra edhe në ekran, edhe do të ndalemi më konkretisht në këtë të përditshme dhe në gjitha gazetat që na kanë mbritur në redaksi. Tuneli i Llogaras, ky është zhvillimi kryesor në gazetën Panorama, e pozicionoj më së miri në ekran për ta parë së bashku. Tuneli i Llogaras. BlackBerry i Evis Berberit zbuloi aferën futja në tender e ortakut. Në Shënjestër, emisioni në Shënjestër në News 24 trajtoi dje historikun e rrugtimit politik të ministres Belinda Balluku, e cila është në hetim nga SPAK për disa kallëzime penale të depozituara nga opozita. Një prej tyre, denoncimi për tenderin e ndërtimit të tunelit të Llogaras në aksin Orikum-Himar si pjesë e autostradës Vlorë-Sarand, një nga më të kushtueshmit sot në vend. Janë publikuar detaje nga dosja hetimore e një prej bashkëpunëtorëve të ngushtë të Ballukut, ish kreu të ARSH-s Evis Berberi, të cilat i kanë çuar hetuesit drejt zëvendës kryeministres. Pira detaje mund të lexoni në faqen 4 në brendësi. Qeveri arrogante Ina Zhupa denoncon në kuvend rastin e Prestige Resort Gjoba u vu 3 vite pas shembjes. Qytetari polak që pushonte në resort çoi Shqipërinë në Strasburg dhe fitoi. Shohim të tjera zhvillime, mbetemi në Panorama, u vu nën presion nga qeveria, Tabaku kërkon debat urgjent në kuvend për sulmin ndaj News 24, dëgjesa në Komisionin e Medias. Duke mbetur tek i njëjti argument, Godina është uzurpuar nga policia dhe ushtria më 9 gusht, deputetja sulmi hapur ndaj një media të pavarur. Kalojmë në tjera zhvillime, pasiguria, 4 ngjarje të rënda brenda ditës, vrasje në Durrës, Tiranë dhe Berat dhe Tritol në Shkodër. Me të vërtetë që mund të pyesim, nuk është thjesht vetëm çështje e rendit dhe sigurisë, absolutisht që po, edhe kësaj
të fundit, por përse po vriten shqiptarët për një kafe, për një foto në kale dhe pagesa që në një farë mënyrë nuk është ajo e kënaqshmja, apo edhe më bullizonte, me të vërtet arsye nga më të tmerrshmet. Shpronësimet, lista me emrat e 273 pronarëve që kompensohen. Libri, Mes dheu si fuqi baruti, Arjan Leka dhe pyetja që Europa shmang. Kaloj në rubrikën Histori dosier, vjedhje e valigjeve në Belgjik. Mehmeti, agenti shëbave me pseudonimin BAAB 007, pra BAAB 007. Çfarë shkroi mbreti Zog në mërgjim për ish kryeministrin? Më tepër lexoni faqen 17 dhe dy opinionet e ditës, ato që janë pasqyruar në faqen e parë. Nga akademik profesor Anastas Angjeli, ekonomist, keni mundësi të lexoni Stable Coinet, ura mes financës tradicionale dhe botës së kriptomonedhave. Robert Martiko shkruan, të merri shqiptari studimeve, dije pa shpirt që pak i vlejnë dikujt. Ishin këto gjitha zhvillime dhe materialet e gazetës Panorama. E lëm pas këto të përditshme, zhvendosemi me gazetën Tema. Edhe në gazetën Tema, patjetër që do të jemi me numrin e kësaj të mërkure për datën 29 tetor të vitit 2025. Në fotën kryesore të gazetës Tema është Altin Dumani, drejtuesi SPAK, drejtuesi i strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Raportimi në kuvend, 7 pyetje që socialistët nuk i bën Altin Dumanit në kuvend. Pra edhe një 7 pyetje që socialistët nuk i bën Altin Dumanit në kuvend. Lexonim të për faqet 4 dhe 5 dhe eksaktësisht, pra absolutisht mund të mësoni dhe këto 7 pyetje që sipas një kolegu socialistët nuk i kanë bërë Altin Dumanit. Për së vërtetës, mazhoranca nuk i bëri asnjë pyetje zotit Dumani. Kishte shkuar si turist në Berat, 42 vjeçari nga Tirana, u vra pas konfliktit për një foto me kal. U godit me thik në sy të fëmijëve, gruas dhe nënës në Tiranë. Kolegu i vet qëllon disa herë në sy të klientëve kuzhinjerin për një tas me proshut. Propozimi i Gjin Gjonit, 20.000 njerëz të rrethojnë kryeministrinë, çdo deputet të paguaj 1.500 euro, pra 1.500 euro për t'i mbajtur me bukë dhe ujë. Rubrika Histori dosier në faqet 10-11. Zbuloi dokumenti i sigurimit të shtetit. 6 muaj para demonstratave të 81-shit në Kosovë, diçka po zien, por në çfarë mënyre do të shpërthej nuk dihet. Kurse Fadil Hoxhës i ka dërguar letra anonime ku ngjarjet e Kosovës të pranverës së vitit 1981, që nisën në fillimin e muajit mars me protestat dhe demonstratat, më tepër lexoni në brendësi. Zhvendosemi në pjesën e sipërme të gazetës Tema. Fredi Beleri vjen si eurodeputet në Tiranë. Shqipëria nuk mund të jetë në Bashkimin Evropian, ka deklaruar pra Fredi Beleri. Dhe ka qenë i pranishëm në takimin e 20 të Komitetit të Stabilizim Asociimit Shqipëri-BE. Antena brenda familjes muli sqaron pse i shan nga nëna njerëzit në Facebook. Mustafa Nano ka deklaruar Rama dhe Kurti se durojnë njëri tjetrin, por kryeministri shqiptar, opinionet e ditës nga Merobaze mund të lexoni. Republika e prokurorëve dhe gjyqtarëve të Shqipërisë nuk ka ku të raportojë. Pra edhe një Republika e prokurorëve dhe gjyqtarëve të Shqipërisë nuk ka ku të raportojë. Një opinion që ka të bëjë me çështjet e aktualitetit, referuar raportimeve të institucioneve të drejtësisë në kuvend. Enver Obelli shkruan të tjerët po hyjnë në epokën e trenave modern. Dhe nga Ylli Pata mund të lexoni pse opozita nuk prodhon lider, por influencera. Këto ishin dhe opinionet e ditës dhe ishte gjithçka në gazetën Tema. Kalojmë me gazetën Dita në këto momente. Në fotën kryesore të gazetës Dita, le të themi pak me animim, por janë Sali Berisha, Edi Rama dhe Albin Kurti. Zhvillimi kryesor vjen nga kolegu gazetari dhe analisti Lorenz Vangjeli. E shohim në këto momente në ekran materialin kryesor në gazetën Dita për këtë të mërkurë të datës 29 tetor. Edhe njerë, nga Lorenz Vangjeli, Zeqilandi i Ramës, Albini dhe Saliu. Çfarë e lidh të thinjurin që me të tjerë bën beteja dhe me të tjerë qeverisë? Me ish komunistin e fundit të Europës lindore dhe krenarin e gjunjëzuar të bukmistrit në Tryez. Këta 3 shqiptar idhnak kanë bindur veten se Shqipëria dhe Kosova janë kostume që jurin ngusht dhe se ata meritojnë të udhëheqin shumë më tepër se shqiptarët.
në rrethana të ndryshme, por me mënyra të njëjta, e kanë rrudhur adeun e tyre vetjak deri në përmasat e zyrave respektive. Pra Zeqilandi, Ramës, Albini dhe Saliu, kjo është ajo që shkruan për Lorenz Vangjeli. E cimëtej, pse ka qinat me shëndetësinë dhe arsimin? Në rishikimin e buxhetit të fundit, fondet për arsimin dhe shëndetësinë janë shkurtuar për të disatin vit me radhë, duke konfirmuar një tendencë që është kthyer në rregull. Dy sektorët më të rëndësishëm për zhvillimin afatgjatë të vendit, po marrin gjithnjë më pak vëmendje buxhetore. Analiza, dështimi i Paul Manafort për të rehabilituar Sali Berishën në Washington. Ndihmon politikanët gjakatar, profili i Politico për konsulentin amerikan të 11 majit pra për Paul Manafort. Në brëndësit gazetës Dita, po ashtu mund të lexoni projekt ligji legalizimi i lobimit me kontrata sekrete. Kosova rrezikon të mbetet pa buxhet dhe ndërhyrja që pritet bëj presidentja Vjosa Osmani, çështje në fakt që kemi diskutuar gjatë këtyre ditëve dhe nëpërmjet bisedave edhe këtu në shtypi ditës dhe ju. Uria dhe kërkesat, naftëtarët e bankers 15 ditë në grevë. Zhvendosemi me rubrikën e shëndetit. Kujdes pas divorcit, këshilla e doktorit për një grua të re me 2 fëmijë. Lidhur me situatën që përjetojnë gratë e reja të divorcuara dhe si ta bëjnë atë më të lehtë pra situatën pas divorcit. Po ashtu në rubrikën e shëndetit dhe në brëndësi mund të lexoni nëse marrim më shumë se ç'duhet paracetamol, çfarë ndodh? Duhen vërtet 2 litra ujë në ditë si llogaritet. Edhe kjo është diçka e rëndësishme fakt, sepse ka nga ata që absolutisht pinë shumë ujë dhe konsumojnë, që mirë është, por pyetja i shtrohet është kjo, edhe sqarimin e gjeni në faqe 19. Duhen vërtet deri në 2 litra ujë në ditë dhe si bëhet për llogaritja. Jodi alat në luftën kundër ftohjes, Këshilla Dimri. Detajet dhe analiza. E Marta e Zez, një val dhune tronditëse goditi dje 4 qytete të vendit. Nga atentati në Shkodër, me tritol, në 3 vrasjet me thik brenda pak orësh në Tiranë, Durrës dhe Berat, një panorama alarmante që tregon se rendi publik është në një pikë kritike. Ishin këto gjitha zhvillimet e gazetës Dita në numrin e kësaj të mërkure. Eci mëtej, me njerë pa humbur kohë, zhvendosemi me gazetën Telegraf. Në çëm spari zhvillimin kryesor në gazetën Telegraf që ka të bëjë në fakt me ato ngjarje të rënda, patjetër të regjistruara gjatë ditës së djeshme, sepse 3 prej tyre kanë përfunduar edhe me viktimë. Shteti duhet të veprojë ndaj krimit. Ministria e Brendshme nuk është agjenci funerale. Ky është zhvillimi kryesor. Edhe një herë, shteti duhet veprojë ndaj krimit, Ministria e Brendshme nuk është agjenci funeralesh. Krimi jashtë kontrollit, vendi tronditet nga vrasje dhe shpërthime tritoli, policia e mbushur me patronazhist dhe përshëndruar në gjobat e parkimeve, flet sociologu Gzim Tushi. Vrasjet kanë banë alarmi për shoqërinë. Institucionet shtetërore duhet veprojnë për zbutjen e problemeve sociale. Krimi kudo, në politikë, në familje, në rrugë, në shkollë, në ambientet publike, është bërë si një tipar i zakonshëm i jetës sociale, gati si buka e përditshme, ku po shtohet kategoria njerëzve që veprojnë për shkaqe morale, çështje pronash, instikte e të tjerë. Shteti duhet marrë masa për të përballuar krimin që të mos agravojë në tragjedi. Zhvendosemi me pjesën e sipërme në Telegraf. Profesor doktor Gjergji Foto, gjithmonë djersa prodhimi, arritjet e naftës shqiptare përfunduan në xhepat e të huajve me shfrytëzim pa kriter. Opozita shqiptare, Berisha ka deklaruar 1 miliard euro të humbura nga incineratorët dhe pazari i rilindjes me Çez, spak si avokat i vjedhjeve. Speciale, Luan Rama, historia e Çamërisë nuk mund të zhbëhet nga tentativat negacioniste, apo ndoshta të mohuese të Greqisë së sotme, me mbyllje arkivash të fakteve. Zhvendosemi me rubrikën politik, janë disa zhvillime nga politika që pasqyrohen në gazetën Telegraf. E kemi në këto momente në ekran, Rama në Riad me lider botëror dhe sipërmarrës, imagjinata dhe bukuria ushqenin transformimin dhe inovacionin. Niko Peleshi, Shqipëria drejt BE-s, konsensus për integrimin. Mersini me edukatorët në Vlorë përmirësojmë trajtimin financiar. Mersini është kandidatja e Partisë Socialiste për Bashkinë e Vlorës.
Hijet abuzimeve, qeveria drejt legalizimit të lobimit, por kontratat i mban sekret. Turqit në Spaç zhvasin miliona euro bakër dhe deklarojnë humbje. Denoncimi i transferova gabimisht Noas 4 milion lek me Raiffeisen, asnjës më përgjigje të mi kthej. Shohim një tjetër zhvillim, që është një material kryesor patjetër edhe për shkak të vendit që zë në faqen e parë. World Justice Project rrëzon performancën në drejtësi. Brenda 10 vitesh u përkeqësua gjithçka. Pra projekti ndërkombëtar apo projekti botëror i drejtësisë rrëzon reformën në drejtësi, brenda 10 vitesh është përkeqësuar gjithçka. Nëse shihen të dhënat e vitit 2015, kur kjo organizat nisi publikimin e raportit dhe kur Shqipëria nuk ishte miratuar akoma ata ashtu quajtur në reformën në drejtësi, e kupton se kjo reformë ka shkatruar drejtësinë. Kështu në vitin 2015 kemi qenë në vendin e 52 në botë, tani jemi në vendin e 105, një përkeqësi me 100% për një dekadë. Ja raporti plot, thuhet me 100% sepse është dyfishuar, pra nga vendi 52 në 105 dhe absolutisht ashtu bëhet llogaria, pra dyfish ose 100%. Mjeku në familje, mënyrat e qetësimit për dhimbjen e veshkave, kura bimore për sëmundjet e zemrës, sklerozën sipas moshave, anoreksin, tensionin e lartë, stresin dhe bllokimin e kyçeve. Mozaik dhe aktualitet, profesor Gjeladin Çeka, gabimi i shqipës së komandantit të prapavijës italiane që shpëtoi nga pushkatimi fshatrat në Kavaj dhe Pez. Xhahid Bushati, historia e rrallë e dramës, plaku i maleve në Shkodër e vitit 1962 dhe që në Vlorë ndoq nga Enver Hoxha. Opinionet e ditës nga Artur Metan, inspektor i lartë i drejtësisë mund të lexoni, nga respektimi i etikës dhe solemnitetit misioni punës së ILD-s. Fejton nga Thoma Gëllçi, ëndrat e një nate vjeshte. Përfunduam edhe gazetën Telegraf, me gjitha zhvillimet fakt që pasqyroshin faqen e parë në këtë të përditshme, gjithmonë e them, absolutisht nuk është se ka ndonjë interes apo vlerë statistikore, por gazeta Telegraf është ajo që në faqen e parë pasqyron më shumë zhvillime se të tjerat, për le të themi ka dhe më shumë me detaje. Jemi në Panorama Sport në këto momente me gjithçka ndodh me sportin, me futbollin kryesisht, sepse kemi pasur dje, kemi edhe sot ndeshje të kampionatit shqiptar. Pra, është një javë e kategorisë superiore që luhet në mesjavë. Derbi kryeqytetit tregon muskujt në Elbasan. Blut e drejtuar nga Ilirdaja kërkojnë të marrin fitoren e radhës. Bregu deklaron Partizanit nuk i besohet. Kërnaja, që është trajneri i Partizanit, deklaron e dim se si do të luajë Dinamo, ta godasim në pikat e dobta. Kategoria superiore, java e 9, 28 dhe 29 tetor ndeshjet. Dje, Bylis i ka mundur Vorën 2-1, e Gnatja Teuta 1-0. Sot luhen Flamurtari Vllaznia në orën 17, Tirana Elbasani dhe Dinamo Partizani të dy janë orën 19:30. Kemi dhe ndeshjet kategorisë së parë që i shohim në këto momente, janë të pasqyruar në faqen e parë. Dje, Apolonia Iliria 0-0 pa gola. Sot, në orën 14, në orën 2, pas mesdite, luhen këto sfida në kategorinë e parë. Besa Kuksi, Luftëtari Laçi, Kastrioti Skënderbeu, Korabi Pogradeci dhe Bureli Lushnja. I rikthehemi kategorisë superiore. Përballja e Gnatja, Mejdin Albaneze dorëzohet edhe Teuta. Kampionët e Shqipërisë në fuqi mundin Dursakët, djemtë e detit pësojnë humbjen e parë në kampionat. Bylisi me 10 vet për 80 minuta kalon Vorën, ballshotët qetësohen, por sërish ka polemika. Tirana Elbasani, 2 trajner kundër të Shkuarës, tifozët premtojnë spektakël. Vjojmë me kampionatin shqiptar, nga ju që ka ndeshje, ka edhe zhvillimet faqes parë. Flamurtari Vllaznia, Moriero Hesht Kastrati në Vlorë për serinë e fitoreve. Intervista, doktori i rrezikut me Zani e kam kurën për kuqezind. Trajneri Dritan Mehmeti deklaron në analizën e tij të kuqt në disfavor shkodranët pretendent për titull. Kavajasit 100 vjet besa dhe 0 fitore, por Duro kërkon shpërtimin. Kategoria e parë, Ditmar Bicaj, s'lejohen më hapa fals, Lushnja lufton për fanellën. Polemikat në volejboll, Najara Ferreira akuzon federatën, FSHV-ja denoncon Dinamon. Zhvillimin nga futbolli europian në këto momente, shumë shkurtimisht i kemi në ekran. Itali, Milan i ngjet sërish, Juvia zgjedh Spalletin. Atalanta Milan 1-1, Napoli ka fituar 1-0 ndaj Lecces. Ndeshje të kampionatit luajtura mbrëmjen e dieshme. Angli, Arsenali tani me petkun e favoritit të pamenduar. Spanjë, Jamalit i mbyllin gojën jashtë sherret e mëdha të futbollit. Bayern, operacion Yıldız gati 100 milion euro për talentin turk të Juventusit.
Ishte gjithçka dhe në Panorama Sport, zhvendosemi në këto momente me Shqiptarja.com. E vjojmë pasqyrën e shtypit, absolutisht duke parë dhe duke ndarë disa zhvillime kryesore nga mediat online më të rëndësishme, spari me Shqiptarja.com, që është faqja jonë zyrtare në internet. Dhe unë juftoj të vizitoni në çdo moment, informoheni mbi gjithçka në kohë reale, më besoni. Kemi zhvillimin kryesor në Shqiptarja.com, shoqërohet edhe me foto. Dhe në foto, në fakt, janë Kris Latçivita, Sali Berisha dhe Paul Manafort. Zhvillimi është ky. Ndihmon politikanët gjakatar, profili i Politico për Paul Manafort, konsulentin amerikan Berishës, më 11 maj. Kemi rubrikën minut pas minute me zhvillimet kryesore në kohë reale. Kalojmë në të tjera zhvillime dhe ngjarje. Tiranë më bullizonte. Picieri vret me thik kuzhinierin në një lokal të komunës e Parisit, arrestohet 41 vjeçari. Kemi edhe në foto autorin arrestuar edhe viktimën. Zhvendosemi në politik. Eurodeputetët vlerësojnë procesin e integrimit. Shqipëria para rendës e opozita ka deklaruar nuk jemi të përfshirë. Rishfaqet Fredi Beleri që deklaron më 11 maj u blen votat. Dhe çfarë ka ndodhur në foto është momenti mbledhjes së Komitetit Parlamentar të Stabilizimit Asociimit Shqipëri BE. Po tek politika, në foto është një moment nga emisioni Repolitics, mbrëmjen e djeshme me kolegun Denis Minga. Parlament me 101 deputet dhe Senat. Plaren Dreca në Repolitics ka deklaruar prekja e kushtetutës do të përfshinte edhe presidentin. Kapri, deputeti i Partisë Mundësia ka theksuar është pazar PSD kundër partive të reja apo partive të vogla. Këto ishin zhvillimet kryesore në Shqiptarja.com. Juftoj, është faqja jonë zyrtare në internet, mund ta vizitoni në çdo moment. Kalojmë në këto momente nga Shqiptarja.com në koha ditore. Do të zhvendosemi për të marrë disa zhvillime me shumë interes. Patjetër në rajon, dhe jo thjesht rajon, por nga Kosova. Jemi me kohën ditore, zgjedhjet lokale, partit heshtin lidhur me kalkulimet e balotazhit. Më datë 9 nëntor do të zhvillohet gati në 17 komuna balotazhi pra në Kosovë. Po tek zgjedhjet vendore, Rizana i Serbia tentoi të krijonte narrativa të viktimizimit politik gjatë zgjedhjeve lokale. Kryesia e Kuvendit mblidhet e njëjtën diskuton për funksionalizimin e trupave punuese, kështu cilësohet në këtë zhvillim. Lajmet e mbrëmjes, besoj një zhvillim i rëndësishëm për situatën. Presidentja do konsensus për buxhetin e 2026-s përpara zgjedhjeve potenciale të parkoshme, sepse me të vërtet fakti që nuk ka në Kosovë një qeveri le të themi efektive me drejtat plota, por qeveri në detyrë krijon probleme edhe me buxhetin e vitit të ardhshëm. Dhe presidentja do konsensus për buxhetin e 2026-s përpara se mund bëhen zgjedhjet të parakoshme që ndoshta ato drejt atyre po shkohet apo ato janë zgjidhja. Në lëvizjen vetëvendosje nuk tregoj nëse do të tentojnë sërish për ta formuar qeverinë. Këto ishin disa zhvillime edhe nga Kosova, i morëm nëpërmjet koha ditore, pra duke shfletuar online. Shohim zhvillimet nga arena ndërkombëtare me Corriere della Sera do të jemi së pari sepse ka sërish zhvillime edhe nga situata në lindjen e mesme. Vërtet një marrëveshje edhe u bën ditë me radhë në fakt që ishte një lloj qetësie, por tashmë ka sërish zhvillime nga situata në lindjen e mesme. Atëherë, çfarë ka ndodhur? Izraeli ka sulmuar Gazën dhe ajo marrëveshje vihet në dyshim. Çfarë loje po bën Izraeli me ato limite apo kufizime, pra vjet kuqi që ka vendosur Donald Trump dhe le të themi ajo tendencë apo joshje Benjamin Netanyahut për të arritur një fitore totale, pra një fitore të përgjithshme. Ky është një zhvillim kryesor, në fakt që rjap edhe një situatën në lindjen e mesme. Nga ana tjetër, detajet më të fundit nga lufta në Ukrainë. Dhe Sergej Lavrov, ministri i punëve të jashtme të Rusisë, ka deklaruar: jemi gati që të japim garanci që nuk do të sulmojmë territor të NATO-s. Kjo është ajo çfarë ka thënë ministri i punëve të jashtme të Rusisë, Sergej Lavrov, ministri historik i punëve të jashtme, mund të them sepse ka vite në këtë detyrë. Nga Corriere della Sera, ku morëm zhvillimet në fakt nga lindja e mesme dhe nga lufta Rusi-Ukrainë, kalojmë në La Repubblica edhe shohim atë se çfarë ka ndodhur. E keni këto momente dhe në fleshin informativ. Në La Repubblica jemi me atë që italisht i thon primo piano, pra le të themi plani i parë apo edhe zhvillimi kryesor, faqe e parë në farë mënyre.
Medio Oriente, pra lindja e mesme dhe marrëveshja apo armë pushimi në Gaza është në rrezik. IDF-ja, që janë forcat e mbrojtjes së Izraelit, kanë sulmuar sërish, kanë bombarduar sërish dhe kanë deklaruar që Hamas ka dhunuar një farë mënyrë paktet apo nuk i ka zbatuar ato. Dhe çfarë po ndiqni dhe në fleshin informativ është kjo situata, të paktën 65 të vdekur pas bombardimeve izraelite në rripin e Gazës dhe Donald Trump ka deklaruar që Izraeli ka të drejtën të përgjigjet apo le të themi të kundërsulmoj. Ky është zhvillimi, shoqërohet edhe me një foto, po e ndiqni edhe në fleshin informativ. Pra rikthehet edhe një farë mënyrë, po i quajmë kështu aktive, situata në lindjen e mesme. Izraeli ka bombarduar në rripin e Gazës, 65 të vdekur dhe Izraeli ka deklaruar që Hamas në një farë mënyrë ka shkelur rregullat e marrëveshjes apo rregullat e paqes. Këto ishin zhvillimet kryesore dhe kjo ishte gjithë pasojë e shtypit për ditën e sotme. Me një në këto momente do të shohim shumë interes, madje sinqerisht në zi për jas, çfarë shkruaj në shtypin e ditës si sot, 31 vite më parë. Jemi në këto momente në studio me rubrikën ishte njëherë, zhvendosemi me datën 29 tetor për vitin 1994. Kjo është arkiva që ne kemi dhe e rikthejmë në vëmendje për gjithë ata që na ndjekin absolutisht, pra sepse duke shfletuar shtypin e ditës si sot 30 vite më parë, rikthejmë në vëmendje çështjet e aktualitetit të asaj periudhe. Pra të diçka më shumë se 3 dekadave më parë. Jemi me gazetën shqiptare, jemi këto momente me gazetën shqiptare, e shtun 29 tetor 1994, kështu ka rastisur dita jo e mërkurë si qemi sot, por e shtun. Referendumi, sa votues komisioni kemi vështirësi. Pranohet se ka pengesa organizative pak ditë para votimeve. Djali im që humbi jetën në det, ish nisur të kërkonte vetëm punë. Elbasan, flasin prindrit e viktimës Otrantos pas tragjedisë në Itali. Sot mis 94, bukuria, emigrimi dhe vetmia, një material që është shkruar pra në 29 tetor të vitit 1994 në gazetën shqiptare nga gazetari Carlo Bolino. Shohim të tjera zhvillime, kronika e tubimeve, librazht, kontrolli policisë, ndalohet aktivisti i Partisë Socialiste. Në spitale rastet të tjera, epidemia e kolerës, shtohen shtrimet në Lezhë dhe në Kavaj, 2 makina në rrëpir, asfalti i gjakosur, një vdekur dhe shumë të plagosur. Në brendësi, prove vështirë në Moskë për kryeministrin rus, debat në Dumën e Parlamentit. Futbolli aferi për Kreon, do të përplasen kryesuesit Partizani ngjitet në Mali dhe në mënyrë simbolike. Rubrika Dje në Shqipëri për Komiteti Ridritues, ndihmë e qeverisë Pukjanëve në rrezik. Realitet kursiv, një rubrike përditshme në atë periudhë, jetë e vdekje nën Ullinj dhe materialet e fundit që do të shohim, kemi këto momente eksaktësisht në ekran. Në Durrës dhe në Koplik, dasmorët veshin rrobat e zis. Gjendet i vrarë pas ceremonisë në Durrës dhe në Koplik, qëllon për gëzim por vret të birin. Edhe njerë qëllon për gëzim në Koplik, por vret të birin dhe gjendet i vrarë pas ceremonisë martore në Durrës. Me këto zhvillime nga kronika, përfunduam gazetën shqiptare të datës 29 tetor të vitit 1994. Ecim zhvendosemi me gazetën Koha Jon në këto momente. Do të kemi me njerë zhvillimin kryesor në ekran edhe me gazetën Koha Jon, pa tjetër që jemi me numrin e datës 29 tetor të vitit 1994. Dje rrofte Enver Hoxha, sot rroft Sali Berisha. Partia Demokratike, ashtu si Partia e Punës, prishës e takimeve dhe mitingjeve të opozitës, që të mos kemi më viktima si Gjovalin Çekini, Berisha duhet kërkoj dhe të respektoj normat e pluralizmit politik. Ky pra zhvillimi kryesor në gazetën Koha Jon të 31 viteve më parë. Komisioni Venecias nuk është shprehur për kushtetutën. Namik Dokle ka deklaruar, Tritani kujton se Këshilli i Evropës është si këshilltarët e ca komunave që bërtasin rroft Saliu. Në atë periudhë, Sali Berisha ka qenë president Republike Tiranë, procesi doganat hënën vendimit pa ndehurit godasin pretencën. Të mashtrosh popullin do të thotë të fillosh instalimin e një diktature. Opinion,
apo opinione nga zoti Gaço Apostolis, sekretari përgjithshëm i PSD-s. $1.3 milion për transmetimin e ndeshjes Shqipëri-Gjermani, trajneri Bajko së shpejti në Greqi. Sonte dhe nesër Miss Albania 94, Vera Grabocka, entuziaste për spektaklin e bukurisë. Ishte gjithçka dhe në gazetën Koha Jon dhe pan faqen e parë pra çfarë shkruaj si sot 30 vitën parë. Do të kalojmë në këto momente në botimet politike, me rilindjen demokratike. Shohim rëdën botim i Partisë Demokratike të Shqipërisë që në atë periudhë pra 30 vitën parë, eksaktësisht në tetorin e 94-s, ka qenë pra në pushtet, ka qenë në qeverisje. Reporterët e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës do të vëzhgojnë referendumin për kushtetutën dhe në botimet politike. Kjo ishte çështja, referendumi për projekt kushtetutën. Ecim më tej, përmeti Elbasani po Gradeci Martaneshi me Maliaj i thonë po kushtetutës. Presidenti i Republikës Sali Berisha takime nëpërmjet po Gradec dhe Elbasan, shoqërohet edhe me këto foto në fakt në rilinjen demokratike. Presidenti zoti Berisha ka qenë pro kushtetutës e madje bënte mitingje për ta miratuar atë. Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë zoti Eduard Selami në Martanesh dhe në Memaliaj. Presidenti i Republikës së Kosovës doktor Ibrahim Rugova u bën apel gjitha forcave në Shqipëri të kontribuojnë për aprovimin e kushtetutës parë demokratike shqiptare me referendumin e 6 nëntorit. Projekt kushtetutën përputhje me standardet europiane, deklaron kryetaria e Bundestagut dhe së fundmi presidenti Berisha priti ministrin e jashtëm polak Oleovski, shoqërohet edhe me këtë foto që e shohim në ekran. Ishte gjithçka dhe në rilindjen demokratike kalojmë menjëherë në zërin e popullit. Zëri i popullit, botimi i Partisë Socialiste të Shqipërisë në atë periudhë ka qenë në opozit dhe që e kundërshtonte pra miratimin e një projekt kushtetute me referendum. Jo thjesht kundërshtonte referendumin, por kundërshtonte atë projekt kushtetutë dhe përmbajtjen e saj, pra Partia Socialiste. Zhvillimi kryesor i Zërit Popullit i datës 29 tetor 1994 është ky. Asnjë manipulim, presion, gënjeshtër nuk do të kalojë. Më 6 nëntor populli do t'i thotë jo shkeljeve ligjore që synojnë të restaurojnë pushtetin diktatorial të një individi dhe të një partie. As ndalimet, arrestimet dhe sekuestrimet nuk do t'i thujnë socialistët. Edhe pse dje policia sekuestroi 250.000 flet volante propagandistike të PS-s, në çdo shtëpi do të futet fjala e saj. Deklaratë e kryesisë Partisë Socialiste, Libofsha i kthen përgjigje urimeve të Berishës, jo kushtetutës, jo diktaturës, Këshilli i Evropës nuk mashtrohet. Thirrje e Partisë Socialiste të Shqipërisë, popull shqiptar, vëllezër dhe motra, partiaku president zoti Berisha ju pyet, a e pranoni ju projektin e kushtetutës së Republikës së Shqipërisë të miratuar nga Komisioni Parlamentar dhe Partia Socialiste, parti tjera parlamentare dhe parti jo parlamentare ju ftojnë që ti përgjigjeni kështu, është edhe mënyra e votimit në ekran. Popull, mos u mashtro 7 nëntori është tepër vonë, 6 nëntor mbaj pra edhe referendumi për miratimin e projekt kushtetutës. Ishte gjithçka dhe në zërin e popullit dhe kjo ishte gjithë pasqyra e shtypit për ditën e sotme. Bëm me dije çfarë shkruaj pra në shtypin e ditës së sotme për këtë 29 tetor dhe po ashtu sapo pam edhe çfarë shkruaj në 29 tetorin po të 31 viteve më parë. Pak reklama, rikthehemi me njëherë. Jam në studio, rikthehemi, vjojmë në shtypi ditës dhe ju dhe do të vjojmë me një në këto momente me lëvizjen qarkullimin e automiteve në kryeqytet. Komunikojmë me Eldin nga Taxilux Albania. Eldi, mirëmëngjes, të përshëndes, por një ditë të mbar, një të mërkurë të mbar. Çfarë situate kemi? Fatmirësisht le të themi për lëvizjen e mjeteve, sepse moti do ketë ereshje shiu dhe temperaturë ekstreme. Por për lëvizjen e mjeteve nuk ka ereshje shiu, madje është një mot i mirë, një kohë e hapur, por ishin temperaturat pak të ulta. Çfarë situate ka, të lutem? Po Andi, mirëmëngjes, të përshëndes, të uroj ditë të mbar. Unë ndodhem në segmentin e Unazës që lidh zonën e Ferit Xhajkos, të dy krahat me përfundimin tek farmacia 10. Të dy krahat janë qarkullueshëm, kemi ditë shumë pozitive sot. Unë ndjejmë të tillë sepse unë kam përshkruar paktën mbi 8 kilometra. E rëndësishme është e gjithë Unaza e mesme në 360 gradë qarkullon pa trafik dhe ky është super lajm nga farmacia 10 tani që po kontrolloj gjithë lëvizjen deri tek ish restorant Durrësi, ish stacioni vjetër i trenit, vazhdimi drejt Jordan Misjes edhe më pas
deri tek rrethi i Zoguzi për momentin qarkullon normal. Edhe krau tjetër i Lanës me shumë interes nga zona e Shkozës deri tek kryqëzimi Vasilçantos edhe më poshtë, pra dy bulevarde, Gjesh Fisha dhe Zhandark qarkullon pa trafik, por dhe bulevardi Barancuri ka sinjale pozitive që qarkullon pa trafik. Me akset kryesore dy kanë probleme në këtë mëngjes, rruga Elbasanit është e paprekshme nga zona e Sauku deri në rrugën Gjosh Bush. Kemi pjesën tjetër, pra kombinat Pallat Meshigjeta ka prezencë trafiku dhe nga zona e kthesës Kamzës, pra kur vjen nga zona e urës Institutit Bujqësor deri tek pjesa që hyn në Tiranë, pra deri tek kthesa Kamzës, ka trafik Durrës Tiranë dhe pak probleme zona Stirit që lidh këtë unazën e madhe me pjesën tjetër, pra që lidhet gjithmonë me rrugën e Durrësit që më pas vazhdon deri tek me pak fluks trafiku deri tek semafori Laprakës dhe më pas i lirë drejt qendrës. Kështu që kemi qarkullim jo më shumë se 8.000 metra edhe në numër jemi shumë okay, hapësira është paktën deri në këto momente mund të ketë ndryshime lidhje dytë, por kemi 70% hapësirë pa trafik në kryeqytet dhe ky është një lajm shumë i mirë sepse gjithmonë mërkurat kanë pas dinamik dhe zhvillime. Sot mund të jetë e mërkura e parë që mund ta shoh të paktën lidhjen e parë të qetë dhe me dominim hapësirën dhe me më pak trafik se çdo ditë tjetër. E qartë. Eldi, faleminderit, përshëndes me shumë interes patjetër, ne do të rilidhemi sërish rreth orës 8:30. Faleminderit. Përshëndes. Faleminderit Eldit nga Taxi Lux Albania. Me njërë nisim komunikimi së bashku, do të shëmë edhe temën e ditës në ekran. Ditë e djeshme me të vërtet ka qenë një e martë, e zezë, kështu ka rastisur, 4 ngjarje të rënda fakte regjistruara. Brenda pak orësh 3 prej tyre kanë përfunduar edhe me humbje jete. Ne ju pyesim për çfarë po vriten shqiptarët dhe me të vërtet në çdo aspekt të mundshëm rendi siguria, por edhe motivet në fakt që janë gati edhe krejt banale edhe për të bërë një veprim më shumë se normale, jo më që motivet të çojnë deri në vrasjen e një personi. Ajo më bullizonte, okay, e bezdisshme etj, por më bullizonte, më ngacmonte bezdiste çdo ditë. Është absolutisht që e tmerrshme të shojë deri në vrasjen e kolegut punës për ngjarje që ndodhi në Tiranë. Nuk pagoja atë shumën që hipi bëri një foto mbi kal në Berat, absolutisht nuk justifikohet që të vrasësh personin tjetër, apo edhe në Durrës, pra ku djali vrau baban. Mirëmëngjes, përshëndetje, çfarë po ndodh në fakt, sepse ka shumë aspekte që përmbledhin këto ngjarje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, të lutem shumë shkurt, që të lëm radhë edhe të tjerëve. Ju jeni mike për... Po, çështja e këtyre përkthjeve, neve shqiptarët jemi shumë gjakëzet, ndodhin pse më shikon sy, pse pe grup, pse pe krejt, Ama nuk është edhe thjesht çështje gjakëzetësie tani, se domethënë më bullizonte, apo nuk më pagoj shumën që unë doja për të bërë një foto me kale dhe të vrasësh. Okej, gjakëzet, po ne po se tjetër nuk i bën një kafe apo jo. Tjetri e ka vrarë, ose tjetri pse pe gruan, pse pe vën, pa ne shqiptarë në përgjithësi, si kom shqiptare kemi këtë pjesë që neve nuk e di se si do dalim nga kjo situatë. Të vrasësh tjetri për një kafe, ose të vrasësh të tjetri se ashtu, bullizimi është, nuk diskutohet. Po institucionet, të lutem, institucionet shumë shkurtimisht, se edhe këtu përfshihet edhe rende dhe siguri, përveç këtyre arsyeve sociale, shoqërore etj. Çpun ka pa një minutë, çpun ka rendi këtu. Këtu ka është ajo niveli që ka personi tjetër për jetën, duhet këtu, nuk është institucion, çfarë do bëj institucionet këtu? Do dinë sepse kush tjetër figo ose tjetër i kafen? Jo. Tu janë, po thënë, niveli që është arsimor i këtyre personave të tillë. Okej, tek ato të djeshmet, zotri, dakord tek këto të djeshmet, se ishin dhe vrasje me thik. Po ajo Durrësit për një kafe, që ne quajmë për një kafe, që ata ishin marrë në brez, shteti këtu ka? Po pse thash unë atje që u vran prapë para sa dy me armë. No, dakord, nuk po gjejmë raste ti të justifikosh shtetin dhe unë të kundërshtoj. Unë po them për të parë gjithë panoramën e gjës. Po ketë drejt, një minutë. Jo ketë drejt tu, sepse po të shikosh, për ata që kanë kapur me armë pa leje, nuk ja dënuar.
Atëherë çfarë? Duhet askulsohet mbajtja e E Angvaleta. ka gjykata, thoti, e ka gjykata. Jo, gjykata po Kodit Penale apo shteti, nuk e bë gjykata. I kupton? Pra këtu duhet forcuar ajo mbajtja e armës pa leje. Po, kjo gjë, do të thonë, do ketë më pak. Nuk i shmangëm se po pritet edhe në Amerikë. A është e dhimbshme, a është e trishtueshme, realisht, do më thënë, unë nuk di, edhe me këtë moshë që kam, edhe me këtë, nuk di, mentalitet që unë kam, në vrasë shtetin pëse mbulizonte, apo pëse nuk pagoja atë shumë që unë doja për një foto e tjerë, e pa imagjinueshme, nuk e di. Është turp me i fjallë, se vërtet që është turp, jeta të shkoj për një kafe, jeta të shkoj për një mbulizime, këtë ma thamë, është në më shpafë. Ta temi si kom. Faleminderit për telefonatën, shkputemi këto mëne shumë shkurtimisht për një këshillë shumë vetësore, por shumë të rëndësishme, më besoni. E mbi gjitha dhe shumë për gjitha të që kam probleme me prostatën, sepse natyra terapi sjell prostatol kompleks, që është zgjidhja ideale perfekte. E ndjekim dhe rikthehemi në studio. Do të vjojmë njërë me komunikimin telefonatën e radhës dhe do të përshëndetemi në këto momente. Diskutojmë për ngjarje kriminale të regjistruara gjatë ditës djeshme në pak orë, fakt disa ngjarje kriminale që me të vërtet kanë tronditur vendin. Edhe duke diskutuar të gjithë elementet, absolutisht ju pyesim pra që përse vriten dhe përse po vriten shqiptarët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Telefononim sakt bëni pjesë e programit edhe me video call. Mirëmëngjesi, ju dëgjoj me vëmendje, më thuaj. Çështja që ju shtroni ka ndodhur dhe më përpara. Do me thënë për buzje edhe talje që ju thoni bullizim. E kam thënë dhe më përpara, po e përsëris prapë. Njeri beri dasën dhe thirri Agan dhe Fukaran. Vjen Fukaraj dhe ullet. Kur erdi Agaj, ra me majnë e kemës qosa i se ke vendin ati në fundi. Bas disa ditësh apo bas disa muaj që a i zuri pusin dhe e vrau. Po nuk e vrau të dite e plagosi. A i pushkatoj burrat koksat të fshatit. Se s'mund të avriste qyj Fukaraj. Më vonë, sa e ditë se e vrava filanit, se i ra filanit, unë tha. Më ka se nduasa në mes të odës. Vendi që e bosa, unë nuk zura vendin e tia, tha. Kështu që Fukara mund t'jesh për e ndeshëm, Aga mund t'jesh, po mund t'jesh edhe i pacip, kështu që arma është në dorë të krimit, krimi është i armatosur dhe i organizuar. Të përshëndes, në afjeri Shqipon. Faleminderit, e se min tjetër opinion. Mirëmëngjes, përshëndetje, po dëgjoj me vëmendje. Fakt, po gjithsesi sërish ngjarjet e ndodhura gjatë ditës djeshme ishin me rrethana thuajse krejt të tjera nga kjo. Po okej, për bullizim, për çështje nderje etj. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Të përshëndes. Po pse s'na telefonon që të flasim edhe me zë dhe me figurë? Nuk ka. Po, nuk ka ndërgjegjësi në Shqipërinë. Sepse nuk ka një kod të mirëfill penal diktaturë proletariati që të mbrojë të drejtat e kombit. Po, duam ta ndryshojmë këtë kodin penal, ka një draft projekt edhe vetëm ka krijuar polemika dhe debate që janë kundër ti me ato ndryshimet që po bën. Kod penal ka, po tani. Ka një kod penal i mirëfill që të vrasësh një familje, 3 fëmijë dhe një grua ti mbytësh e ta dënosh 4 vjet. Për çfarë ngjarje? Ka kod penal është ai. Për çfarë ngjarje e ke fjalën? Që të mbrojë të drejtat e kombit një shtet. Po? Nuk bëhet me Shqipëria me atë parlamentar aty që shajnë vrasin njëri tjetrin, ne djegin njëri tjetrin. Të pamirëfillt në mënyrë edukative. Po shiko, zotri, unë të pyes. U toq Shqipëria të ka pranë. Nuk di, sepse të dyja kanë ndikim, po Shqipërinë apo dhe një vend mund ta bëjnë politikanët parlamentarët e saj, të atij vendi, apo mund ta bëjnë edhe vetë qytetarët. Ose në ç'përqindje mund ta bëjnë qytetarët dhe në ç'përqindje parlamentarët. Qytetarët kanë asnjë lloj force me. Jo, qytetarët nuk kanë asnjë lloj force me, s'kan bërë vetëm pleq këtu. Okej, jo, po flas për diçka tjetër, domethënë, sepse absolutisht që edhe shoqëria e qytetarët kanë. Kanë votuar deputetët atje në parlament që ata të bëjnë një ligj për të mbrojtur në drejtat e kombit tyre. Okej. Këtu kanë bërë vetëm pleq tani. Edhe asnjë gjë tjetër. Kush e mirëfill këta njerëz, persona?
Unë po, më dëgjon... Ju dëgjoj, pa tjetër. E fundit, lutem. 1 minutë. E fundit, lutem. Bërë një zile dhe herë tjetër. Po, e fundit. Jam nga Fieri. Kemi një problem shumë që nuk na i zgjidh asnjë kërkund. Ma thuaj, Kemi 400 banor këtu, po flenë fëmijët, mi banjët e ujërë zezë që kanë dalë në të gjithë pallateve. Dhe nuk vjen asnjë person të kërkojë punim. E qartë. Mirë, të falenderoj për telefonatën, besoj dhe shohim edhe këtë problematikë dhe shpresoj dhe na keni dëgjuar nga Bashkia e Fierit. Mirë, në këto moment ndjekim pak parashikimin e motit me shumë interes për ditën e sotme, por edhe për nesër, një hapësirë publicitare dhe rikthehemi qëndroni në Report Televizion. Kjo është hapësira fleshit informativ, do të jemi shtypi ditës dhjusit dhe siç bëjmë në këtë pjesë të programit, do të jemi me tyrësur të gazetave dhe bisedat në studio, por më parë ndjekim së bashku me interes parashikimin e yjeve, pra horoskopin ditor për këtë të mërkurë dhe për datën 29 tetor të vitit 2025. Dashi, në marrëdhëniet romantike sot mund të ndjeni nevojën për më shumë hapësirë personale, por kujdesuni që partneri të mos ndihet I lënë pas dore. Shëndeti është I mirë, por shmangni stresin e tepërt përmes ushtrimeve të thjeshta relaksuese. Sa I përket financave, është koha të merrni masa për të menaxhuar më mirë shpenzimet e vogla që grumbullohen. Demi, sot lidhjet me të dashurit mund të jenë më të thella dhe të sinqerta, duke sjellë harmoni në marrëdhënie. Në punë, bashkëpunimi me kolegët do të sjellë rezultate pozitive dhe mundësi të reja për zhvillim. Kujdesuni për shëndetin tuaj emocional, pasi ndonjë tension I vogël mund të ndikojë në humor. Financiarisht, është një ditë e mirë për të planifikuar investime afatgjata. Binjakët, në dashuri është dita ideale për të shprehur ndjenjat dhe për të zgjidhur mosmarrveshjet e vogla me partnerin. Në ambientin e punës, kreativiteti juaj bie në sy dhe mund të merrni vlerësime. Në aspektin financiar, shmangni shpenzimet impulsive dhe fokusohuni në kursime. Gaforia, sot mund të ndjeheni më të afërt me familjen dhe miqt duke forcuar marrëdhëniet tuaja personale. Në punë, një detyrë e vështirë mund të kthehet në një mundësi të mirë për të treguar aftësitë tuaja organizative. Në aspektin ekonomik, një pagesë e pritur mund të vijë dhe të lehtësojë situatën tuaj financiare. Luani, romanca merr një kthes pozitive, veçanërisht për ata që janë në një lidhje të re ose duan të rifreskojnë marrëdhënien. Në punë është dita e duhur për të marrë iniciativa dhe për të propozuar ide të reja. Shëndeti kërkon kujdes ndaj lodhjes, prandaj merrni kohën e duhur për pushim. Financat janë stabil, por mos bëni premtime që mund të ndikojnë në buxhetin tuaj. Virgjëresha, në sferën personale sot është dita ideale për të kaluar kohë cilësore me partnerin ose familjen. Në punë një koleg mund të kërkojë ndihmën tuaj dhe bashkëpunimi do të jetë I frytshëm për të dyja palët. Shëndeti është I mirë, por mos neglizhoni ndonjë shqetësim të vogël që mund të shfaqet. Financiarisht shmangni rrezikun e lartë dhe përqendrohuni në stabilitet. Peshorja. Dashuria sjell surpriza të këndshme, veçanërisht nëse jeni të hapur ndaj bisedave të thella dhe të sinqerta. Në punë, një ndryshim I papritur në orar ose detyra mund të kërkojë fleksibilitet nga ana juaj. Kujdesuni për shëndetin mendor, pasi mund të ndiheni të mbingarkuar. Në aspektin ekonomik është koha për të rishqyrtuar prioritetet dhe për të shmangur shpenzimet e kota. Akrepi. Marrëdhëniet personale janë të qeta dhe të qëndrueshme, duke ju dhënë siguri emocionale. Në punë, sot është dita për të përfunduar projektet e nisura dhe për të mos shtyrë detyrat. Financat janë në ekuilibër, por mos hezitoni të kërkoni këshilla nga një ekspert nëse hasni paqartësi. Shigjetari. Sot partneri juaj mund të ketë nevojë për përkrahjen tuaj morale, ndaj jini të vëmendshëm dhe të kujdesshëm në komunikim. Në punë, bashkëpunimi në grup do t'ju ndihmojë të arrini qëllimet më shpejt. Financiarisht është një ditë e mirë për të bërë një plan të ri buxhetor. Britsjapi. Në dashuri një bisede sinqert mund të zgjidhë një keqkuptim të vogël dhe të sjellë më shumë afërsi me partnerin. Në punë përqendrohuni te detajet dhe mos nxitoni për të përfunduar sa më shpejt. Shëndeti kërkon pak më shumë vëmendje ndaj relaksimit dhe pushimit. Në aspektin ekonomik është mirë të shmangni huazimet ose investimet e rrezikshme. Ujori. Sot do të ndjeni të motivuar të ndërmerrni hapa të ri në marrëdhënien tuaj duke sjellë freski dhe pasion. Në punë përballeni me sfida të vogla, por këmbgulja juaj do t'ju ndihmojë të triumfoni. Financiarisht është një ditë neutrale, prandaj ruani kursimet dhe mos shpenzoni për gjëra të panevojshme. Peshqit. Marrëdhëniet me partnerin mund të përmirësohen nëse tregoheni më të hapur dhe dëgjoni me kujdes.
Në punë, një propozim i ri mund të vijë papritur dhe ja vlen të merret në konsiderat. Financat janë të qëndrueshme, por vazhdoni të jeni të kujdesshëm me shpenzimet. Vjejmë këto momente, rikthejmë në vëmendje disa nga zhvillimet kryesore në të përditshme që ne kanë mbritur në redaksi, patjetër të kombinuar me telefonata në studio, që do të thotë që nga ky moment mund të telefononi në çdo moment dhe menjëherë sapo të jemi gati, mbi të gjitha besoj telefononi me video call, do të bisedojmë dhe do të jeni në studio. Sot jemi ditë e mërkurë, data shënon 29 tetor për vitin 2025. Nisim pasqyrën e shtypit në këtë hapësirë me gazetën Panorama. Zhvillimi kryesor është ky tuneli llogaras BlackBerry i Evis Berberit zbuloi aferën futja në tender e ortakut. Në shënjestër emisioni trajtoi dije historikun e rrugtimit politik të ministres Belinda Balluku, e cila është nën hetim nga SPAK për disa kallëzime penale të depozituara nga opozita. Një prej tyre, denoncimi për tenderin e ndërtimit të tunelit të llogaras dhe për aksin Orikum-Himar. Më tepër detaje lexoni në faqen 4. Pasiguria, 4 ngjarje të rënda brenda ditës, vrasje në Durrës, Tiranë dhe Berat, Tritol në Shkodër. Shpronësimet lista me emrat e 273 pronarëve që do të kompensohen. Fokusohemi në opinionet e ditës që kemi si të gjejmë në brendësi në faqet 18-19, atje jemi zhvendosur. Nga akademiku profesor Anastas Angjeli, ekonomist, mund të lexoni stablecoinet, ura mes financës tradicionale dhe botës kriptomonedhave. Në një epokë ku teknologjia po transformon çdo aspekt të jetës sonë, financat dhe paraja nuk mbeten pas. Këta 10-15 vitet e fundit, falë zhvillimeve të vrullshme teknologjike, ka ndryshuar ndjeshëm mënyrën se si konceptohet paraja edhe sistemi financiar. Një revolucion që po ndodh dhe nuk ndalet me paran dhe format dhe mënyrën e përdorimit të saj, shkruan ndër të tjera zoti Anastas Angjeli. Gjithë opinionin e lexoni në faqen 19. Zhvendosemi në faqen 18 me opinionin nga Robert Martiko. Së pari e kemi në ekran. Tmerri shqiptari i studimeve, dije pa shpirt që pak i vlen dikujt. Vetëm dija që ngrohet nga shpirti mund të mbajë botën gjallë. Çdo gjë tjetër mbetet një mur që shembet natën në peshën e harresës. Studimet që nuk mbështeten mbi këto parime dhe mbi mendimin që themeloi qytetërimin evropian, atë lëvizje të pandërprerë që ndryshoi fatin e botës, mbajnë shoqërinë shqiptare të mbërthyer në histori dhe në kohë. Dhe nga Fatos Çoçoli keni mundësi të lexoni, kolegë gazetar ekspert ekonomie, BSH, pra Banka e Shqipërisë dhe rritja me herë e pagesave elektronike. Në vetëm 5 vitet e fundit, numri pagesave digjitale të qytetarëve është rritur 2.3 herë. Banka e Shqipërisë ka qenë një nga aktorët kryesor për nxitjen e transformimit digital të sistemit tonë financiar shqiptar, shkruan ndër tjera zoti Fatos Çoçoli. Këtu ishin opinionet e ditës, lëm pas gazetën Panorama, zhvendosim me gazetën Tema në këto momente për të rikthyer në vëmendje disa zhvillime dhe në këtë të përditshme, por gjithmonë ju bëj thirrje. Telefononi sepse menjëherë bëni pjesë e programit. Foto kryesore të gazetës Tema në numrin e kësaj të mërkure është Altin Dumani, drejtuesi i SPAK, por shohim pak edhe shkrimin që shoqëron raportimi në kuvend, 7 pyetjet që socialistët nuk i bën Altin Dumanit në kuvend apo në parlament. Për 7 pyetjet që socialistët nuk ja bën Altin Dumanit. Për së vërtetës, mazhoranca apo socialistët nuk është i bën asnjë pyetje zoti Dumani, gjitha pyetjet ishin nga opozita. Dhe përpara se të vijojmë me disa zhvillime të tjera në gazetën Tema dhe opinionet në brendësi, kemi një bisedë në studio. E mirëpresim patjetër. Përshëndetje, urdhëroni. Përshëndetje. Mirëmëngjesi zotri, ju dëgjoj me vëmendje. Mendimi juaj për temën e ditës. Doni t'ja u bëjmë dije. E djeshmja, patjetër me kënaqësi. Djeshmja ka qenë një martë e zezë, 3 vrasje me thik brenda pak orësh në Tiranë, në Durrës, në Berat, edhe një shpërthim Tritoli. Ne ju pyesim pse po vriten shqiptarët. Edhe kështu gati për çështje më bullizonte, pagesa e një foto si për kaljet, ku dëgjon? Po? Po, kjo politikë është gatuar 30 ca vjet të lutem. 30 ca vjet kjo politikë është. Sepse gjyqtar, prokuror, avokat bëjnë lojën e nastrës.
ku e fusi, ku e qisi, ku e lëqojnë, ku e mbajnë, ku e lirojnë me kushte, ku të di unë, janë këto ojna. E dyta, në shkollë ka ikur edukata morale. Ne kemi bërë edukat morale. Tani po bëjnë edukat seksi. Qa do presësh të lutem nga këto gjëra ti? Çfarë do presësh? Klasë të tretët bën edukat seksi. Iqet edukata morale. Nga do mësoj fëmija? Nga këto emisionet e bukra? Nuk e di. Kjo politikë zgatuar. Qa do mësojmë nga politikanët? Njeri djek kariket, njeri ave zjarin, njeri vekeme bitavolin, njeri shan, njeri hip nga dritaret për të hyrë atje. Shko, zotrim. Fol. Jo, unë jam, do më thënë, jam dakord ose ju kuptoj mendimin tuaj, por unë them edhe diçka. Tani, për disa gjëra, ndoshta po të marrë veten time, por të dhënë një shembull më konkret. Për disa gjëra që unë i kam në dormë, është personale e imja, unë nuk e kërkoj fajin, me gjithë këtë politikë që ne kemi, me gjithë këto ngjarje, me gjithë çdo gjë tjetër, unë jam i rritur sepse ai autori vrasjes në Berat ishte një 63 vjeç. Edhe ky i Tiranës ishte një burr, një zotëri në moshë. Tani, unë mbaj përgjegjësi për veten time për disa gjëra. Domethënë, unë nëse mendoj të shkoj deri atje me gjithë këto problematika që ka vendi im me unë etj. Unë e bëj, le të themi, ose me vedi ose unë mbaj përgjegjësi për veten time. Që ta bëj apo mos ta bëj në ngjarje. Po të pyes dhe në këtë aspekt. Unë nuk besoj që është e gabuar pyetja. Ose situatë të mora. Nuk del në rrugë të lutem me këta grupe të rinj, rinë tu faqunat kanë me 10, 15 vjet, nuk e hap dot gojën. Nuk kanë edukat. Eksakt, zotri. Prandaj të përmenda që dy autorët e dyshuar të dy ngjarjeve djeshme ishin burra në moshë. Se janë njerëz që kanë dhënë lekët edhe detyrimisht. Kjo po gatuhet. Ligjet janë të mira, po nuk zbatohen. Nuk zbatohen ligjet. Nuk zbatohet një ligje, burdeu. E kuptoj. Dali më vonë ligjet. Faleminderit, okej. Çështja e rinisë është diskutim më vete, do të na merrte shumë kohë, po ma thuaj shumë shkurtimisht, çfarë kishte tjetër? Të lutem, kishte diçka tjetër. Nisën aftësia publike i prisha atë prap tavolina karike janë ashtu. Çau u bë? Një vrim në ujë u bë. Kur do presim ne? Kur të ikim ne? Okej, faleminderit. Faleminderit për telefonatën, me sekondat kemi tjetër bisedë dhe do të vjojmë me shtypin e ditës. Okej, ka shumë element në fakt që mund të diskutohen edhe që tek moshat edhe gjitha. Mirëmëngjesi zotëri, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Ju dëgjoj me vëmendje dhe me kënaqësi, më thuaj. Andaj dua të falenderoj për një problem që ngrita para disa ditësh te pallati në Shigjeta. Edhe bashkim, nuk e di kush e bëri, u rregullua me një herë. Na vjen mirë. Na vjen mirë që zëri dhe shqetësimi juaj është dëgjuar, ne për këtë jemi këtu. Minimumi dhe të paktën të denoncojmë problematikat. Po. Kam dhe i vërejtje. Patjetër. Që emisioni që keni lënë në dispozicion qytetarëve është shumë i vlefshëm, por e keni zbogluar shumë. Duke futur specialistë, duke futur reklama, ato reklamat edhe Amerika i ka marrë vesh për statin e për ato. Okej, mirë, zotri. Tani për Keni, jo, diçka thjesht ta them këtë, keni kohën e nevojshme në dispozicion dhe madje keni mundësi që të telefononi në çdo moment. Ja u ndërpreva le të themi gazetat për t'u marrë bisedat tuaja. Kështu që e keni kohën në çdo moment. Ma thuaj, patjetër. Po. Për ngjarjet që ndodhin, është mirë që gjërave duhet të bien në kokë. Në ç'kuptim? Në kuptimin që ngjarjet baza kryesore është edukimi familjar. Sepse disa familje, familjet shqiptare janë të respektueshme dhe shumë të mrekullueshme, po disa veçanta, duke i përkëdhelur njerëz djemë, sidomos jashtëmase, duke i lënë në moshën kur ata kalojnë natë, klasa 8, 9, në atë, të rinë jashtë me shok, me ashtu në orë të fona, e merren me gjëra kështu, edhe marrin drejtimin e gabuar të edukimit. Po, të kuptoj. Ka diçka, ndoshta familja tek të rinë, zotri, ndoshta familja shkërësorja është baza.
por janë dhe institucionet, që do të edhe arsimi, qerë dhe kopësht e shkolla më së shumë të tjerë. Të lutem, arsimi, unë po të them që arsimi nuk ka asnjë faj. Sepse arsimi me kushtet që janë krijuar tani në demokraci, arsimi nuk ka asnjë autoritet përpara nxënësve. E kuptoj. Bile ata që jetojnë se mos i vrasin dhe ata. Nuk dëgjojnë ata, kush dëgjoj familja, na dëgjojnë arsimin ai, na dëgjoj pedagogët. E kuptoj. Prandaj them, baza kryesore është e familja. Patjetër. Faleminderit. Unë ngrita një problem përpara ca vitesh, që çështja e drejtësisë duhet parë te korrupsioni, jo te siguria e nëpër gjykata. Edhe ajo siguria të bëhet, se është normale, pa diskutueshme. Sa ndodhi ngjarja në Tiranë, ngjarja tjetër me njëherë u pasua në pasan me atë prokurorin që arrestoi avokat. Kush është këtu? Korrupsioni. E qartë. Faleminderit. E kuptoj. Faleminderit, zotri. Nuk po dëgjoshit për momentin, po të falenderoj përshëndes për telefonatën, besoj e diskutuam gjithë shka me ju edhe atë mendimin. Kemi në kolegët më njoftojnë që kemi një tjetër bisedë, kështu që e marrë dhe në pas i rikthehemi shtypit të ditës. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes, përshëndetje, urdhëroni. Do të presim pak qaste, kemi bisedën e radhës për temën e ditës e jo vetëm, pa tjetër. Mirë mëngjes, përshëndetje Nikol. Përshëndetje, edhe nëdhja mirë. Nëdhja mirë, mirë mëngjes, përshëndes, që nga mi qëtë sot, e? Kështu du t'jesh? E nisi qëtë, po kur e përmend martë jazës, vjen e fret njëri marë. Po të ludem, je burë në mosh, mbaj qëtësin deri në fund. Pa mbajmë në të rinë deri në fund qëtësin, kështu që na e thuaj mendimin me qëtësi. Të dgjoj, jo shumë gjatë ludem të dgjoj, po. Shqipnia jena bosin botën e studirave. Lufta në Ukrainë, njerëzit vërejtën në Shqipëri, lufta në Izrael, vdekjet në Shqipëri, lufta. Ne, me të vërtet, ka qenë shpreja vjetë, kur që ka bon Shqipëri, zved shqiptarit. Tu e po, zot, këtë mjekull që e kam lu, se ka 13 vjetë, se na e ka marrë pushtetin në një anë politike që e mojta, dhe ona tjetë e mamo, dhe plus e mojta e ka marrë mafia, dhe gjithmonë zoti i ka ndo e djotha e mojtja. E mojta është e largën e zotit, e djotha është në mentatit e të birë të shpyrë të shajt. Pra, ka 13 vjetë që pëhymë në 13, që Shqipëria jetën durën e Gulshetës zezë. Nikol, politikisht, as po të ndërpres, të ludem, as po të ndërpres as gjë, po politikisht këta e në bashkumo e majta e djafta e. Votuan për këto reforma. Po, Nikol, votuan për reforma zgjedhore, territoriale, Dje Berisha tha, unë ule me Ramën, tha, po që të kemi e senate. Po, sot shpet e kap një këtë lajmë më vaj me dhe të kumit. Po, tani, ne këtë pun kemi të kapim lajmet, sa shpet e kapim. Po, na le një si jena në bazë, mërë, se na si jena në bazë, jena të pat merin, mërë. O, andi. Po, e fundit të lutë. Kërkojë sët, a du të ndiru, kurbin e Erjan Velia, e në thënë, a duhet me arrestu super kurbin e Dirama. Përmendet aty, që me thonë sot për kurbin nuk e mbajte premtimin. Se ti the, unë në njësë qëtë për nëzëm nga fundi. Me qëtësi, me qëtësi. Tim shën pesh. Me qëtësi. Tim shën pesh. Po ti thamë... Unë pyetje të bëjmë, përse a e shikoni edhe vetë qeshe. Një pyetje ime të nëzirë. Mirë, e fundit të lutem, e fundit. Ashtë dyshi i Severis, një dyshke i partijis, droga, që a ishte sa i mirë droga. Iku një dysh. Një dysh tjetër, Erjan Velia. Iku edhe Erjan Velia. Edhe një dysh tjetër, Arben Ahmetaj. Iku edhe një dysh tjetër. Ta shko arë edhe dyshi
Aja balukja. Edhe kja ato... Që nga shansi keqi dyshave, Nikol. Faleminderit për shëndes për telefonatën. Shansi keqi dyshave. Mirë, vjojmë në këto moment, absolutisht morëm telefonatë e bisedën në studio. Vjojmë e pasyrën në shtypit, shkurtimisht me gazetat që ende kemi për t'i shfletuar. Zhvillimet kryesore pa tjetër. Jemi me gazetën Tema, kështë e shkuar si turist në Berat, 22 vjeçari nga Tirana, u vra pas konfliktit për një foto me kal. U godit me thik në sytë fëmijëve, gruas dhe nënës. Në Tiranë, kolegu i vet qëllon disa herë në sytë klientëve kuzhinjerin për një tas me proshut. Propozimi Gjin Gjonit, 20.000 njerëz të rrethojnë kryeministrinë, çdo deputet paguaj 1.500 euro për t'i mbajtur me bukë. Zhvendosemi në pjesën e sipër me Fredi Beleri, vjen si eurodeputet në Tiranë, Shqipëria nuk mund të jetë në BE. Mustafa Nano deklaron apo zbulon sipas tij Rama dhe Kurti se durojnë njëri tjetrin, por kryeministri shqiptar të lexoni në faqen 4, në faqen 8 dhe 9 kemi opinionet e ditës. Kolegu Ylli Pata shkruan: pse opozita nuk prodhon lider, por influencer, apo le të themi ndikues, dhe ndër të tjera Ylli Pata analizon. Edhe ne këtu kemi realisht influencerat fuqishëm në politik. Edi Rama është më i rëndësishëm në depërtimin e tij viral në rrjet, pastaj vjen Sali Berisha, një talent i padiskutueshëm në aftësinë e tij si një influencer invaziv dhe efikas. Envero Belli shkruan, kemi kaluar tek opinioni tjetër, të tjerët po hyjnë në epokën e trenave modern. Me ironinë e tij të holl, gazetari Lutfi Dervishi para disa muajsh kështu e përshkroi dramën e modernizimit të rrugës Tiranë-Durrës. Në vitin 1948, me një kapel të rëndë, një pallto të gjatë dhe një fjalim edhe më të gjatë, Enver Hoxha nisi ndërtimin e rrugës Durrës-Tiranë, pas të parës linjë Durrës-Kavaj. Nga Mero Baze, Republika e prokurorëve dhe gjyqtarëve të Shqipërisë nuk ka ku të raportojë, dhe Mero Baze ndër tjera shkruan e analizon. Në këto kushte, pushteti i drejtësisë, nëse mund të quajmë kështu, e ka mundur pushtetin e sovranit në kuvend për shkak të budallëkut të kuvendit dhe jo për shkak të punës së bërë nga drejtësia. E lëm pas gazetën Tema, me një zhvendosim me gazetën Dita. Zhvillimin kryesor do të kemi mundësi ta shohim së pari edhe në këtë të përditshme, pozicionojmë edhe gazetën e gjithmonë e theksoj për t'u rikujtuar, jemi ditë e mërkurë, data 29 tetor për vitin 2025. Zhvillim kryesor në Dita vjen nga Lorenz Vangjeli, Zeqilandi, Ramës, Albini dhe Saliu. Çfarë lidh të thinjurin që me të tjerë bën beteja dhe me të tjerë qeverisë? Me ish komunistin e fundit e Europës lindore dhe krenarin e gjunjëzuar të bukmistrit në Tryezë, më tepër lexoni në brendësi. Detaj dhe analiza e martë e zez, një val dhune të rënditse goditi dje 4 qytete të vendit. Rubrika e shëndetit, kujdes pas divorcit, këshillat e doktorit për një grua të re me 2 fëmijë. Kalojmë në analizë dështimi Paul Manafort për të rehabilituar Sali Berishën në Washington. Dhe së fundmi nga gazetën Dita, pse ka gjinat me shëndetësinë dhe arsimin. Në rishikmin e fundit buxhetit, fondet për arsimin dhe shëndetësinë janë shkurtuar për të disatin vit me radhë. Nga Dita kalojmë në Telegraf. Me njerë do t'jemi edhe me gazetën Telegraf. Shteti duhet të veproj ndaj krimit. Ministria e Brendshme nuk është agjensi funeralesh. Për çfarë bën fjalë? Krimi jashtë kontrollit, vendi tronditet nga vrasje dhe shpërtimet Ritoli, flet edhe sociologu Gzim Tushi. Vrasjat ka mbanë alarmi për shoqërinë, institucionet shtetërore duhet veprojnë për zbutjen e problemeve sociale. Kalojmë në këtë moment opozita shqiptare, Berisha 1 miliard euro të humbur nga incinerator dhe pazari i Ramës me Çez Spak si avokat i vjedhjeve. Hijet abuzimeve qeveria drejt legalizimit të lobimit, por kontratat i mban sekret. World Justice Project, pra projekti ndërkombëtar për drejtësinë, rrëzon reformën në drejtësi, brenda 10 vitesh është përkeqësuar gjithçka. Edhe bëhet krahasimi me vitin 2015. Opinionet e ditës janë këto: respektimi i etikës dhe solemnitetit misioni punës së ILD-s, është shkrimi nga Artur Metan, inspektori i lartë i drejtësisë. Ëndrat e një nate vjeshte fejton nga Thoma Gëllçi. Vijojmë shumë shkurtimisht në Panorama Sport. Do gjejmë zhvillimet sportive, derbi
krye qyteti tregon muskujt, por në Elbasan. Dinamo Partizani luhet në Elbasan, një çudi e radhës. Blut e Dajës kërkojnë të marrin fitoren e radhës, Bregu Partizanit nuk i besohet. Kërnaja e dim si të luajë Dinamo, ta godasim në pikat e dobta. Kategoria superiore Dje Bylis Vora 2-1, Gnatja Mundi Teutën 1-0. Sot luajnë Flamurtari Vllaznia, Tirana Elbasani, Dinamo Partizani. Përballja e Gnatja Medin Albaneze dorëzohet edhe Teuta. Zhvillimin nga futbolli ndërkombëtar, Itali, Milan i ngjet sërish, Juve zgjedh Spalletin, ka ndeshjet sërish sot u luajtën edhe mbrëm. Nga Panorama Sport do ndalemi dhe në shqiptarja.com, faqen zyrtare në internet, shohim pra zhvillimet online dhe pak po ashtu edhe në Corriere della Sera. Por jemi me shqiptarja.com, zhvillimi kryesor i përditësuar ka të bëjë me lindjen e mes, me foto nga Gaza. Netanyahu urdhëroi sulme pas akuzave ndaj Hamasit, 65 të vrarë. Donald Trump deklaron Izraeli ka drejt përgjigjet, por armë pushimi nuk është në rrezik. Eurodeputetët vlerësojnë procesin e integrimit. Shqipëria para rendës se opozita nuk jemi të përfshirë. Rishfaqet Fredi Beleri më 11 maj u blen votat. Në foto është takimi djeshëm Komiteti Parlamentar i Stabilizimit dhe Asociimit Shqipëri BE. Ndihmon politikanët gjakatar profili i politiko për Paul Manafort, konsulentin amerikan të Berishës më 11 maj. Nga bota, Lavrov nuk duam të sulmojnë vendet e NATO-s, gati të nënshkruajmë një marrëveshje sigurie. Ukraina si të godasin një rafineri nafte dhe uzin kimike në Rusi. Lavrov është ministri punëve të jashtme të Rusisë. Shumë shkurtimisht me sekonda madje për efekt kohe, edhe Corriere della Sera, me interes për dy zhvillime në fakt, edhe një që vjen nga pjesa, jo thjesht e shëbave, por nga Amerika Qendrore me një uragan. Por së pari në Corriere della Sera, jo La Repubblica, mund të lexojmë Izraeli sulmon Gazën, marrëveshja po armë pushimi në dyshim, edhe rikthehet le të themi tendence Benjamin Netanyahu po tundimi për një fitore totale pra në Gaza. Trump ka deklaruar siç e ndoqëm që Izraeli ka të drejtë që të përgjigjet. Atëherë tek zhvillimi që përmenda, uragani Melissa me të vërtet gjunjëzon Jamaikën, të paktën 7 të vdekur dhe cilësohet që të jetë më i forti që le të themi uragan që është regjistruar ndonjëherë. Erëra me shpejtësi 300 km/h dhe tashmë po i afrohet edhe Kubës. Zhvendosemi në pak reklama në këto momente, duke lënë pas edhe Corriere della Sera dhe rikthehemi me njëherë për të vjuar me shtypi ditës dhe jo. Në studio rikthehemi shumë shkurtimisht, do të rikthehemi dhe në rrugët e kryeqytetit me pamje drejt për dritën, komunikim Eldin nga Taksi Luks Albania dhe njëherë për situatën e lëvizjes mjeteve. Eldi, të përshëndes pak shkurt, të lutem, nuk di ka apo jo ndonjë ndryshim për të teksuar krahasuar me orën 7:40 minuta, që po ashtu ishte një situatë me lëvizjen e mjeteve goxha pozitive. Po Andi, përshëndetje sërish, unë ndodhem në rrugën Muhamet Gjellesha, segment që lidh Vasil Çanton është pjesa poshtme Unazës mesme që lidh këtë pjesë me dy akse kryesor, me kryqëzimin Sinjetorit dhe me rrethin Zoguzi. Situata është e qetë dhe e kalueshme, nuk ka pak ndryshime ka nga lidhja e parë. Andi shtuar vetëm trafik në rrugën e Elbasanit, nga varrezat dëshmorëve deri tek Fakulteti Ekonomik dhe nga ambasada amerikane, po thuhet se formula e përditshme deri në rrugën George Bush. Unaza mesme më jep shumë pozitivitet të lidhje dytë, sepse nga zona e Shkozës deri te kryqëzimi i rrugës Elbasanit trafik i kalueshëm. E kuptoj. Nga Gjergj Fishta që e përshkrova tani që devijova Muhamet Gjelleshën, edhe Gjergj Fishta qarkullon pa probleme, Barem Curin e konstatova, qarkullim normal edhe segmenti gjithë Lanës, ndërkohë që nga krau tjetër, për momentin kemi vetëm dy kryqëzime, rrugën Feri Xhaiko dhe rrugën Asim Vokshi. Pra pjesa që afrohet pak rrethit Zoguzi me pak ngarkesë, kemi dy akse kryesore që vazhdojnë prodhojnë trafik, dy akset e tjera, pra rruga Elbasani ne raportojmë me trafik, rruga e Kavajes, kombinat Pallat Meshigjeta, më pas mjetet ecin rrjedhshëm deri në qendër dhe kemi rrugën e Durrësit, pak trafik vetëm
semafori ish doganës ose ish Shqiponjës dhe më pas mjetet eci rrjedhshëm. Pra situata është shumë pozitive, jo më shumë se 15.000 mjete, pra një numër, një shifër shumë e mirë për qarkullimin në Tiranë, sepse nuk ka dominim shumë mjeteve të rretheve, por edhe koha e mirë, mjetet e qytetit e kanë shumë pak mundësinë që dalin qarkullim, e kjo është favori i përditshëm. Kështu që andi është ditë pozitive si e mërkur, që gjithat mërkurat i kemi pasur me probleme, sot vjen e mërkura parë që nuk hasim shumë problematike, qarkullimi pozitiv në shumicën e hapësirës që ne raportojmë. Eli, të falenderoj, të urojnë ditë mbarë. Faleminderit dhe juve ditë mbarë. Faleminderit, ndërsa me Taxi Lux Albania, të gjithat e që në ndjekin mund të udhtojnë me kushtet më komode dhe absolutisht çmimet më konkurruese. Linjat janë të zëna. Shkarko apin. Linjat. Shkarko apin. Linjat. Shkarko aplikacionin. Tani ke luksin të jesh gjithmonë në kohë. Shkarko aplikacionin Taxi Lux në Play Store dhe App Store. Në këto momente do të ndalemi dhe do të flasim për Linin, fshatin e vogël, por absolutisht me të vërtet me histori të madhe, vendbanimi më i vjetër me palafite në Europë, që tashmë së fundmi ka marrë edhe një tjetër status ansambël arkitektonik urban. Do kemi që diskutojmë se çfarë është ky status, çfarë ndryshon tashmë, në një farë mënyrë si do të ruhet zona, si do të mbrohet dhe pak a shumë çfarë ofron edhe qyteti i Pogradecit gjatë kësaj periudhe. Në komunikim nga qyteti Pogradeci, drejt për drejt në këto momente, kam zonjën Loridela Beqari, që është përgjegjëse e turizmit në Bashkinë e Pogradeci. Zonja Beqari, mirëmëngjesi, ju falenderoj nga Report Televizion që pranuat ftesën dhe kënaqësi të komunikojmë së bashku. Mirëmëngjes, faleminderit ju për ftesën, kënaqësi. Faleminderit edhe njëherë. Sparën do t'ju pyes gjatë ditës së shtunë, kryeministri Rama bëri me dije pra që Lini, fshati Lin në brigjet e liçenit të Ohrit, pra shumë pranë Pogradecit, besoj gjithë din, ka marrë statusin e ansamblit arkitektonik urban. Çfarë do të thotë shpallja e fshatit Lin me këtë status? Atëherë shpallja e fshatit Lin me këtë status, përveç pjesës që i jep tashmë një status më të lartë për sa i përket trashëgimisë kulturore, botërore të listës së UNESCO-s, evidenton dhe atë pjesën e identitetit të hapësirave publike apo ndërtesave të cilat kanë një harmoni midis tyre. Pra si të thuaç kanë një identitet dhe formojnë një unitet ndërmjet tyre i cili prezanton një formë të caktuar historike apo kulturore. Kështu që me këtë status dhe pjesa e përgjegjësisë do të jetë në një nivel më të lartë për sa i përket të gjithë promocionit apo investimit që do të bëhet në fshatin turistik të Linit. Tashme që ky fshat e ka marrë këtë status, a mendoni se duhet propozuar ndonjë strategji, ose më saktë një strategji e mirëfillt për ta ruajtur dhe për ta mbrojtur këtë zonë? Patjetër që po, si çdo element tjetër që lidhet drejt për drejt me turizmin dhe është në listat e kujdesit apo në listat e trashëgimisë kulturore botërore të UNESCO-s, mendoj që duhet propozuar dhe duhet hartuar një strategji e mirëfillt, e cila detajon pjesën se si do të vazhdojë ecuria për sa i përket të gjithë statusit që është referuar tashmë fshati turistik të Linit, por edhe nga ana tjetër pjesës së mozaiku, pjesës së bazilikës, apo edhe pjesës së palafiteve. Kështu që mendoj se të gjitha institucionet duhet të krijojë një grup pune i cili duhet të punojë për një strategji të detajuar që do t'i referohet tashmë statusit specifik që ka marrë fshati turistik i Linit. Po shoh edhe pamjen të fakt, absolutisht gjithçka shumë e bukur edhe me të vërtetë shumë e rregullueshme dhe më vjen mendje t'ju pyes sa interes ka nga qytetarët për ta vizituar Linin, le të themi vendas apo edhe të huaj dhe nuk di nëse ky interesi është i ndar pak me, le të themi me stin me periudha gjatë vitit apo ka fluks pak a shumë në çdo moment.
Sigurisht, shati turistik I Linit, hovin më të madh të promovimit e ka marrë këto 3 vitet e fundit, edhe patjetër me evidentimin e palafiteve në stitin e Buqizës që është vendosur në fokus dhe së fundmi me statusin që është vendosur nga UNESCO. Praktikisht, interesi I vizitorëve është I lartë, dhe sidomos për ata vizitorë të cilët janë të apasionuar pas trashëgimisë kulturore, historisë apo arkeologjisë. Kështu që Lini do ta përcaktoja vërtet si një atraksion turistik I cili mund të vizitohet në të gjitha stinët. Aktualisht jo vetëm gjatë stinës së verës, sepse ne e dimë që në qytetin e Beogradit fluksi më I madh qëndron gjatë stinës së verës. Por Lini ofron vërtet një dimension në të gjitha stinët e vitit. Tashmë që është shpallur ansambël arkitektonik urban, priten ndryshime në këtë zonë ekzaktisht të pjesë, çfarë ndryshime shpriten? Le të themi do bëhet diçka në një farë mënyrë patjetër? Patjetër që po, unë njoh pa qëllim përmenda dhe faktin se duhet të hartuar një strategji mirëfillt dhe detajuar, sepse në bazë të kësaj strategjie mendoj se do vendosen ato pika mbi I, si të thuash për sa I përket stafit apo të gjithë specialistëve të cilët do të duhet të kujdesen dhe të menaxhojnë këtë zonë. Pasi normalisht kërkon një fokus ndryshe nga ajo që ne jemi mësuar, nga vetë fakti që tani ka statusin e ansamblit arkitektonik urban. Kështu që drejtori specifike dhe institucione specifike mendoj që duhet të tregojnë një vëmendje pak më të gjerë për sa I përket aktualitetit që ka fshati turistik I Linit. Tashmë që e ka këtë status, pritet që e gjitha kjo, përveç faktit që është vendbanimi me I vjetër me palafite në Europë, por ka marrë dhe këtë status, pritet që kjo të ndikoj dhe le të themi të ketë më shumë vizitor, paka shumë se që ka pasur deri më tani, apo këto 3 vitet e fundit që ju thatë që është deri diku bumi kryesor? Absolutisht që po, unë mendoj se impakti do të jetë tepër pozitiv për sa I përket çësjes që do t'rregojnë turistët, jo vetëm vendas për dhe të huaj, këtë e them me bindje se vetëm nga evidentimi që u bë nga grupet e ndryshme të arkeologëve për zbulimin e palafiteve, pati një ndryshim dhe një rritje të statistikave për sa I përket vizitorëve në Bazilikën e Linit. Kështu që mendoj që dhe çësja ndaj statusit në arenën ndërkombëtare posaçërisht do të ketë një impakt tepër pozitiv dhe shkak pasoj ne presim që dhe numri I turistëve të jetë në rritje. Momentalisht, zonja Beqari, çfarë ndodh në Linë? Ka kërkime, aktivitete konkrete, pra çfarë ndodh në një ditë të zakonshme dhe në këtë aspekt hulumtues në fshat? Okej, për sa I përket pjesës arkeologjike, projekti përfundoi një muaj më parë, domethënë në djenin time aktualisht nuk janë duke u kryer kërkime të tjera, por janë propozuar që të vazhdojnë në të ardhmen disa projekte që jo vetëm do të evidentojnë vlerat që ka fshati turistik I Linit, por nga ana tjetër do të ndërtojnë edhe do bëjnë më të aksesueshëm si nga ana e promocionit, por dhe nga ana e infrastrukturës turistike që besoj është tepër e rëndësishme. Ndërsa në aspektin kulturor, apo në aktivitetet të ndryshme që mund të organizohen në fshatin turistik të Linit, do të doja patjetër që të përmendja pjesën e guidave lokale që organizohen tani aty, duke krijuar itinerare të ndryshme me kanoe, të cilat të japin mundësi të kesh vërtet një pamje shumë të bukur përreth Linit dhe të vizitohet I gjithë gadishulli I Linit, jo vetëm pjesa e Bazilikës. Mendoj se kjo është një nga aktivitetet që duhet promovuar atyre që janë të apasionuar nga këtyre sporte. Dhe diçka të fundit, po gradeci për gjithë që kanë vizituar qoftë edhe njerë, jo vetëm Lini, jo vetëm pjesa e liçenit, që absolutisht është fantastika, po Driloni të Shemishti. Unë besoj që ofron shumë se kaq. Çfarë ofron për vizitorët edhe mbi gjitha në këtë periudhë, ky qytet? Her pas here, po Gradeci identifikohet si një qytet I cili ofron turizëm vetëm gjatë stinës së verës dhe praktikisht kështu funksionon, por unë nuk jam dakord me këtë qasje, pasi po Gradeci jo vetëm për pjesën e natyrës që e karakterizon arin të pasur, kulinarin dhe të tjera detaje, do të doja vërtet që të ftoja persona që janë të apasionuar pas hiking të vizitojnë dhe zonat përreth po Gradeci, të cilat mund të përmend gurin e Kamjes, liçenet e Lukovës, dhe shumë domethënë vende të tjera të cilat kanë vërtet një pamje dhe një natyrë shumë karakterizuese. E pastaj nga ana tjetër këtu do të doja të përmendja eventin kryesor tradicional që organizojnë në Bashkinë po Gradecit, që është festa e verave dhe gështenjes. Dhe kjo është nga
momentet më të bukura besoj që karakterizohen këtë qytet. A kuptoj. Në fakt edhe ata të apasionuarit pas hiking nuk janë të pak gjatë viteve të fundit, edhe unë personalisht kam bërë këto rrethinat e Tiranës kohë më parë, kështu që Pogradeci e ofron edhe ne i ftojmë gjithë ata në fakt, se ju dini shumë më mirë edhe e bët me dije diçka tillë për edhe hiking. Zonja Beqari, po personalisht të vizitoni këto atraksione turistike. Po, edhe aty pamja do të jetë pastaj duke ngjitur ato majet apo rrethinat, pamja do të jetë shumë e bukur se ke liçene dhe gjithçka tjetër, shumë e vërtet. Zonja Beqari, faleminderit. Faleminderit kënaqësi që biseduam edhe që zbuluam këto detaje për Linin dhe për Pogradecin për gjithë ata që na ndjekin. Ju uroj ditë dhe punë të mbarë. Faleminderit ju, gjithashtu gjithë të mira. Faleminderit edhe njërë, ne kemi dhe 2-3 minuta në dispozicion për ta marrë edhe një mendim dhe një bised të fundit për temën e ditës kryesisht që kemi diskutuar dhe biseduar me ata që janë bërë pjesë e programit, sepse që diskutojmë në fakt është e rëndësishme marrë në shumë aspekte patjetër. Dita e djeshme ishte me të vërtet por fatkeqësisht një martje zezë me 3 vrasje, brenda pak orësh dhe me një tjetër ngjarje në Shkodër. Ajo që ne pyesim është pse, ose më saktë përse, po vriten shqiptarë. Duke pasur parasysh edhe dinamikat dhe rrethanat e detajet e ngjarjeve të ditës djeshme, apo edhe të pak ditëve më parë për një kafe etj. Mirëmëngjes, përshëndetje, është edhe numri në ekran. Mbetemi. Mirëmëngjes, zotëri. Sa të dëgjojmë pak, mirëmëngjes. Shëndesa. Këto nisa thosha, po mu duke me një pamje pak ndryshe dhe thash, sepse kisha të pamjen edhe me atë sobën në sfond dhe thash është zotëria nga Mokra apo jo. Sepse doja të thosha që mbetemi në Pogradec, se në Pogradec ishim. Të dëgjoj se s'kemi kohë shumë. Të dëgjoj, faleminderit. Edhe unë nuk do të të vonoj. Këto kryesisht, këto probleme që nuk e pas ke mirë internetin, ose... Krijohet më shumë nga nivelli ulët për tolerancës. Nivelli ulët i tolerancës? Po. Tani, Andi, më lejo vetëm një minutë, lutem. Pa tjetër, shpresoj të dëgjohesh. Unë në Skandinavi në Suedi. Po? Edhe Suedia e ka zgjidhur kështu. Po, më thuaj. Këtë çështje. Më thuaj. Kryesisht me edukim. Jo me ligje të forta, pa me edukim. Pra. Kjo është kryesorja, mendoj dhe unë, sinqerisht. Po pra, edhe ti e di që Suedia i ka burgjet e hapura, nuk ka burgje me tela, me gjera, me ekura. Çdo gjë nis nga edukimi, në vegjëlin, fëmijëri etj. Me unë prandaj i mora që edhe një shembull personal më parë kur diskutuam. Po pra, ti që ndron sekretja. E qartë. Më lejo një minutë të lutem, të famë i diçka. E fundit fare. Që do pas një emision për protestacije. Në prure i gazetarë në Mokër. Në Mokër, për çfarë? Për çfarë, më dëgjon? Për çështjen e Se dëgjova të pronave, pa është një natyrë krejt e bukur dhe ne kemi qenë ndaj. E kuptoj. Pronat është problematika më e madhe me gjykata dhe me çdo gjë tjetër, edhe atë do ta bëjmë, por në zonën e Mokrës kolegu edhe kolegë të tjerë, të falenderoj shumë për telefonatën, kanë qenë për çdo problematik tjetër, në fakt edhe me gjithë dhe për të promovuar bukuritë e asaj zone. Mbrit në fund programit Shtypi ditës dhe për mëngjesin e kësaj të mërkurë, qëndroni Report Televizion, vjuni më njëherë me Reze Dielli, ju uroj shikim të këndshëm dhe miru ta kofshim së bashku.